Një tost për mëngjes, ja përse duhet të bëni kujdes sipas ekspertëve. Tosti është një nga ushqimet më të konsumuara, kjo për arsye në përgatitjes së shpejtë dhe të thjeshtë të tij. Ndaj edhe konsumi i tij mund të jetë edhe një nga më të mirët për disa raste në mëngjes. Por mjekët kanë rekomanduar që këtë ushqim ta heqim nga dieta për shkak të përbërësve të saj. Sallami ose prosciuta që futet te tosti ka 50 deri në 60% mish dhe jo më shumë, dhe pjesa tjetër e përbërësve të shtuar dëmtojnë organizmin. Ideja sipas nutricionistëve është që prosciuta ose sallami të ketë mbi 85% përbërje mishi dhe pse gjëja më e mirë do të ishte 100% mish. Shumë prej drithrave të përdorura për tost kanë vajra të cilat mund të jenë të dëmshme për organizmin. Ndaj tosti në kombinim me prosciutën me djathin e procesuar janë një përbërje e keqe për shtimin e dietës në mëngjes. Ndaj zëvendësojeni atë me ushqime më cilësore për të marrë përfitimet e duhura për të nisur ditën.